Propozim ligji i ri për kodin penal pritet që javën e ardhshme të publikohet në Regjistrin e Vetëm Nacional Elektronik të Rregulloreve, deklaroi sot ministri i Drejtësisë Igor Filkov. Ai tha se përgatitja e tij është drejt fundit, përkatësisht po bëhen konsultimet e fundit me Ministrinë e Brendshme për harmonizimin e veprës penale, drejtimi pa kujdesshëm i automjetit, e cila është pjesë përbërëse e projektit Qytet i Sigurt. I pyetur se a pret të ketë rezultat grupi punues për reforma në sistemin e drejtësisë, duke pasur parasysh faktin se edhe përkundër kërkesës së ministrit për nominim të emrave të ri, LSDM nuk i tërhoqi Ana Qupeskan dhe Elena Mihajlovan, Filkov nuk dha shumë detaje, por tha se aktivitetet kanë filluar. Takimi punës kaloi mirë, në atmosferë pune ishte shumë e shkurtër, njëra ndër më të shkurtërat në jetën time, më duhet ta pranoj, ku nga ana ime u informuam për çështjet dhe proceset e punës, se deri ku janë dhe ku mund të japin ata kontribut. Ajo që kryetari Filip që nuk i ka tërhequr, flet për kapacitetet e tyre. Sa i përket kodit zgjedhor, ai tha se synojnë të bëjnë konsultime të gjera në mënyrë që të mos ketë vërejtje të reja, siç ka ndodhur në të kaluarën. Mislim da ima vreme. Mendoj se kemi kohë të ulemi në 2 javët e ardhshme nëse ka disponim dhe vullnet politik nga ana e të gjithë aktorëve politik. Grupi punues do të jetë i optimizuar në interes të kohës, por ne udhëheqemi nga rekomandimet e OSBE ODIHR, të cilat i kemi më të rëndësishme. Në kuadër të agjendës reformuese, ministri paralajmëroi që muajt në vijim të miratohen edhe propozim ligji për kodin penal, për procedurë penale dhe për shërbim gjyqësor, ndërkaq po përgatitet edhe ligji për shkelje për qasje në informata me karakter publik, ligje për falje, për ekspertizë, për përmbarim, si dhe ligje të tjera në fushën e drejtësisë.